Horoskopi ditor e enjte 22 maj 2025. Dashi, ditë mjaft pozitive dhe e mbushur me momente të lumtura, kjo e sotmja për të dashuruarit. Do ndani çdo mendim dhe emocion me atë që keni në krah. Edhe beqarët do influencohen pozitivisht nga yjet dhe do të kenë një ditë plot me takime dhe të reja. Në planin financiar do keni fat me shumicë dhe do arrini të realizoni të gjitha shpenzimet më të nevojshme. Demi, edhe pse kohët e fundit nuk keni sjell mirë me atë që keni në krah, sot marrëdhënia me partnerin do fillojë të ngrohet. Beqarët, nga ana tjetër, do të kenë një takim mjaft premtues dhe emocionues. Mos e humni për asnjë lloj arsyeje. Perspektivat në planin financiar janë të mira. Përfitoni për të shlyer të gjitha borxhet dhe për të bërë investimet më urgjente. Binjakët, klima në çift do ketë përmirësime të ndjeshme gjatë kësaj dite. Nuk do kërkoni më të dalë vetëm e juaja, por do respektoni edhe mendimin e tjetrit. Beqarët duhet të dalin sa më shumë, sepse vetëm në këtë mënyrë do mund të realizojnë takime të ëndërruara. Po mbyllët në vetvete nuk do keni ndryshime të statusit. Financat do përmirësohen më shumë nga sa ju mendonit. Gaforja, jeta juaj në çift do të ketë disa trazira gjatë kësaj dite. Mos kërkoni gjëra të pamundura nga personi që keni në krah, sepse do debatoni ashpër me të më vonë. Beqarët nuk duhet të nxitohen për asgjë. Më mirë të qëndrojnë edhe sot vetëm, sesa të fillojnë lidhje pa perspektiva. Në planin financiar, as vetë nuk do e kuptoni se si situata do bëhet aq e qëndrueshme. Luani, nëse i kërkoni partnerit tuaj gjëra të pamundura, ka rrezik të përballeni me zhgënjime të mëdha sot. Mundohuni të tregoni sa më realisht që të mundeni. Beqarët do takohen me disa persona, të cilët që në takimin e parë do zgjojnë pasionin tek ta. Financat nuk do jenë ende në gjendjen më të mirë, edhe pse do bëni çmos që ta stabilizoni situatën. Vygjëresha, Venusi do të ketë ndikim mjaft pozitiv sot në jetën tuaj sentimentale. Do e forconi bashkëpunimin dhe komunikimi i mirë do ju ndihmojë të kaloni edhe disa sfida të vështira. Beqarët duhet të shprehin pëlqimet, sepse vetëm në këtë mënyrë do mund të hedhin hapat drejt një lidhjeje. Edhe ata që pëlqejnë dua kthejnë me të njëjtën monedhë. Financat do jenë mjaft delikate. Kujdes. Peshorja, periudha e vështirë do mbarojë sot për jetën tuaj në çift dhe tashmë do i shihni gjërat me një sy tjetër. Do i respektoni mendimet e partnerit, edhe pse ndonjëherë nuk do ju pëlqejnë. Beqarët me shumë gjaz do fillojnë një lidhje serioze e cila do ndryshojë rrjedhën e jetës. Për shkak të disa shpenzimeve të mëdha, por të domosdoshme që do ju duhet të kryeni, financat do dobësohen. Akrepi, më në fund do e gjeni qetësinë e munguar në jetën tuaj në çift dhe do ndiheni mirë për këtë. Mërkuri do ju nxit të gjeni një mënyrë të veçantë për t'i shprehur ndjenjat. Beqarët do kenë mundësi vetëm për aventura ose për flirte të momentit. Sektori i financave do vazhdojë të jetë i qëndrueshëm nëse ju nuk bëni ndonjë çmenduri me shpenzimet. Shigjetari, jeta në çift do të jetë shumë e mërzitshme sot. Nuk do kuptoheni as pak mirë me ato që keni në krah dhe do debatoni ashpër në disa momente. Beqarët ka mundësi të takojnë disa shokë të fëmirisë me të cilët do bien kokë e këmbë në dashuri. Në planin financiar mos kryeni shumë shpenzime, edhe nëse situata është e qëndrueshme. Do ju duhen parat për diçka më të rëndësishme më vonë. Britsjapi, do ju duhet të bëni disa zgjedhje të vështira sot në jetën tuaj në çift. Ka ardhur momenti të mendoni gjërat me kujdes dhe të planifikoni të ardhmen. Beqarët nuk arrin dot të takohen me personin e tyre të ëndrave dhe do qëndrojnë sërish vetëm. Financat ka shumë mundësi të përmirësohen fal një projekti profesional të përmbyllur me sukses. Ujori, në jetën tuaj në çift do merrni vendime shumë të rëndësishme sot. Do i shihni gjërat me një sy tjetër. Edhe për ata që kanë pasur një periudhë të vështirë, pritën përmirësime. Beqarët nuk do dëshirojnë ta sakrifikojnë lirinë e tyre, duke qenë se edhe ashtu ndihen mirë. Në planin financiar do arrini ta stabilizoni situatën shumë shpejt, fal këmbguljes që do tregoni. Peshqit, gjithë përkujdesja dhe vëmendja që keni treguar këto ditë ndaj partnerit do ju shpërblehen sot. Surprizat do jenë të njëpasnjëshme. Beqarëve do ju ndodhin gjëra që as nuk i kishin menduar. Jeta e tyre do ketë ndryshime rrënjësore.
Për të ardhurat duhet të kujdeseni më shumë se kurrë. Bëni një riorganizim, patjetër tepër vonë, sepse më pas nuk do dini nga t'ja mbani.